Derisa Evropa e riarmatoset dhe aleancat janë në presion, siguria në Kosovë vihet në diskutim. Autoritetet garantojnë stabilitet, por ekspertët paralajmërojnë për cenueshmërinë e saj. E rrethuar nga 3 vendet të NATO-s dhe një fshinj armiqësor me ambicie territoriale, ku në fakt qëndron Kosova me kapacitetet e saj mbrojtëse. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes, magazinës së përjashme televizive të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela. Ministri mbrojtjes i Kosovës Ejup Maqedonci argumenton se kapacitetet e mbrojtjes dhe sigurisë në vend janë përmirësuar ndjeshëm viteve të fundit. Ai thekson se investimet në personel, pajisje dhe doktrin kanë luajtur rol kyç në avancimin e forcës së sigurisë së Kosovës, duke bërë atë më të aftë për të përmbushur detyrat e saj mbrojtëse dhe për t'u përshtatur me sfidat e reja të sigurisë. Megjithatë, për shkak të ndjeshmërisë së informacionit, Maqedonci kufizohet në detajet që ndan publikisht dhe përmend vetëm disa prej sistemeve që posedon Kosova. Ne kemi një flotë dronëve baraktar, përveç dronëve baraktar, ne kemi prokuruar edhe sisteme tjera të flotërake pa pilot, por cilat nuk janë bërë publike, dhe po vazhdojmë që të prokurojmë me qëllim që të përmbushim jo vetëm nevojat operacionale të forcës së sigurisë Kosovës, por që të kemi kapacitetet të bollshme për çdo ndryshim situate. Kosova që nga përfundimi i luftës më 1999 mbështetet kryesisht në forcën paqëruajtëse të NATO-s KFOR. Në vitin 2018, forca e saj e sigurisë ka nisur procesin 10 vjeçar të transformimit në ushtri me kapacitete të plota. Ministri Maqedonci thotë se këtë vit pritet të nisë faza e tretë dhe e fundit e tranzicionit dhe thekson se disa objektiva të parapara të arriheshin në vitin 2028 tashmë janë realizuar. Këtu përmend sasinë e mjaftueshme të municionit, si dhe përparimet në rekrutimin e personelit. Tani më e kemi kaluar numrin 4.000, besoj që është mbi 4.300 apo 400 pjesëtar do t'i kemi këtë vit. Pra edhe në këtë aspekt jemi më herët në kohë, kemi realizuar objektivat edhe më herët se që ka qenë parapor, dhe unë besoj që deri në vitin e ardhshëm ne do ta kemi numrin 5.000. Deri në fund të transformimit, Forca e Sigurisë së Kosovës pritet të ketë mbi 7.500 pjesëtar, prej tyre 5.000 aktiv dhe të tjerët rezervist. Nga fillimi i tranzicionit, procesi ka pasur mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, por jo edhe të NATO-s, e cila ka këmbgulur se FSK-ja duhet të përmbahet detyrave të saj fillestare si reagimi ndaj krizave apo mbrojtja civile. Këtë qëndrim e përsëriti këtë javë dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte gjatë një vizite në Kosovë. FSK-ja duhet të ketë gjithçka që i duhet për të qenë efektive në kryerjen e rolit të saj humanitar këtu në Kosovë. Ky është mandati që NATO-ja ka për ta ndihmuar FSK-n, pra të zhvillohet dhe të jetë forcë humanitare në këtë vend kur ndodhin çështje humanitare. Ky është mandati dhe për këtë punojmë çdo ditë. Në përgjigje, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se mungesa e njohjes së Kosovës nga 4 vendet të NATO-s e komplikon avancimin e raporteve mes FSK-s dhe aleancës, por theksoi se FSK-ja në përputhje me ligjet në fuqi ka mandat të plot për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Përveç kësaj, ne kemi gjetur mënyra të tjera për të avancuar rolin e FSK-s dhe kontributin e saj për paqe dhe siguri në vendet të tjera përreth globit, nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit dypalësh, të cilat i kemi me shtetet anëtare veç e veç. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë vende anëtare të NATO-s. Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina janë pjesë e programit të NATO-s Partneriteti për Paqe, ndërsa Kosova mbetet jashtë edhe kësaj kornize për shkak të mosnjohjes nga 4 vende anëtare: Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja. Për rrjedhoj, ajo detyrohet të mbështetet në marrëveshje dypalëshe, sidomos me aleatë si Shtetet e Bashkuara dhe Turqia.
Për te i kufirit, Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe ka pretendimet territoriale ndaj saj, vazhdon ta forcojë ushtrinë me armë si nga perëndimi ashtu edhe nga lindja. Kosova e konsideron atë si kërcënim kryesor për sigurinë e saj dhe ka pasur disa raste viteve të fundit kur ky fqinj ka grumbulluar trupa në kufi. Për të shmangur keqkuptimet dhe për shkallëzimin e tensioneve, Katarina Gjokic nga Instituti për Kërkime të Paqes në Stockholm thotë se dy vendet, përveç se duhet të përmirësojnë komunikimin, duhet të arrisin edhe transparencën për kapacitetet ushtarake që posedojnë. Would be good to have some intermediary who... Do të ishte mirë si kur të kishte një ndërmjetës të gatshëm për t'u angazhuar. KFOR-i ka pozicion të mirë, nuk është në mandatin e tij, por është i pranishëm. Pastaj Bashkimi Evropian ndërmjetëson një dialog mes Kosovës dhe Serbisë, edhe pse ka ngecur, ai mbetet i përfshirë. Pra, ka hapësirë për kreativitet kur bëhet fjalë për diplomacinë. Some space for creativity could go long way when it comes to diplomacy. Për disa ekspertë të sigurisë, gjasat e një sulmi ushtarak konvencional ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës janë të ulta, kryesisht për shkak të pranisë së KFOR-it. Por me luftën e vazhdueshme në Ukrainë, jo stabilitetin në lindjen e mesme dhe ndryshimin e peizazhit të sigurisë globale, ata thonë se Kosova me do e mos duhet t'i rrisë përpjekjet për transformimin sa më të shpejtë të FSK-s në një ushtri plotësisht operacionale. Adrian Shtuni nga Qendra Ndërkombëtare kundër terrorizmit thotë se kjo nuk është më vetëm një çështje politike, por një domosdoshmëri urgjente. Në këtë moment Evropa është duke u armatosur sikur më përpara prej fundit të luftës ftohtë, dhe kjo nuk po bëhet prej dëshirës, por po bëhet prej nevojës, për shkak të kërcënimeve që vijnë nga lindja, pra po flasim nga Rusia. Dhe Ballkani është në Evropë, dhe pikërisht në juglindje të Evropës, pikërisht më afër vendit nga vijnë ato kërcënime. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump raportohet se është duke konsideruar ripozicionimin e trupave të saj në Evropë. Në të njëjtën kohë është duke shtuar edhe trysnin mbi aleatët evropian për t'i rritur shpenzimet ushtarake dhe për të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e tyre. Shtuni thotë se kjo thirrje vlen edhe për Kosovën si shtet evropian. Unë mendoj se shumë duhet të bëhet, sa i përket transformimit të Forcës Sigurisë Kosovës në ushtri. E përmenda edhe më përpara që jemi në kohë tranzicioni, jemi në kohë shumë të vështira me shumë sfida që kërkojnë rritjen e kapaciteteve mbrojtëse, edhe nga vendet të cilat e kanë strukturën e ushtrisë prej dekadash apo qindra vjetësh. Pra imagjinojmë se çfarë do t'i duhet Kosovës. Buxheti ndar për Ministrinë e Mbrojtjes në Kosovë ka shkuar duke u rritur nga 67.3 milion euro në vitin 2021 në 207.8 milion euro këtë vit. Ministri i Mbrojtjes maqedonci thotë se në vazhdën e ndryshimeve të fundit gjeopolitike për 4 vjetët e ardhshëm parashikohet një buxhet prej mbi 1 miliard eurosh për mbrojtjen. Por Shtuni shton se përballë një politike më të izoluar amerikane, Kosova duhet t'i diversifikojë edhe partneritetet e saj të sigurisë. Ai përmend planin e Bashkimit Evropian për të shpenzuar 800 miliardë euro në mbrojtje dhe thotë se Kosova duhet të pozicionohet strategjikisht për të përfituar nga këto fonde dhe e përqen e pranishme në tryezat ku diskutohet fati i sigurisë. Eksperti i sigurisë shprehet i indinjuar me faktin që edhe më shumë se një muaj pas zgjedhjeve, Kosova vazhdon të mbetet e zhytur në debatet për vota, në kohën kur shumë çka është duke u riformatuar në politikën e jashtme, në politikën e mbrojtjes dhe në rendin global, udhëheqësit kosovar merren me çikrima të politikës së brendshme sipas tij. Në këtë moment Kosova nuk e ka luksin që të zvoglohet, duhet që të zmadhohet, të jetë prezente, të jetë e pranishme dhe jo vetëm e pranishme me fjalime, po të jetë e pranishme në mënyrë aktive, larg fjalimeve, larg ekraneve, kamerave, por në mënyrë insistuese, strategjike me partnerët për ta shpjeguar pse
një Kosovë e fortë, një Kosovë më mirë e mbrojtur, më mirë e armatosur, është në të mirën e sigurisë së Europës dhe siç e përmenda më përpara, është pikërisht një plus i shtuar për sigurinë, sepse jo vetëm që rrit aftësia për vetëmbrojtje, por liron kapacitetet e vendeve të tjera anëtare të NATO-s, të Europës, që janë aktualisht në Kosovë. Radio Evropa e Lirë pyeti edhe Departamentin Amerikan të Shtetit e datët të mbrojtjes se si do të vazhdojë administrata Trump të mbështesë transformimin e FSK-s në ushtri, por prej asnjërit institucion nuk mori përgjigje. Të mërkurën e 12 marsit, qeveria e Kosovës miratoi në parim lidhjen e një marrëveshje me SBA-n për thellimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes. Për ministrin maqedonci, kjo do të thotë se SBA-ja do ta ndihmojë Kosovën në ngritjen e kapaciteteve strategjike ushtarake. Nga ky vend, Kosova pret edhe sistemet kundërajrore Javelin të njohura për aftësitë e tyre për të avancuar kundër mjeteve të blinduara. Maqedonci thotë se aktualisht është duke u bërë pagesa e tyre, por nuk specifikon se kur do të arrijë në Kosovë. Kërkesën për blerjen e mbi 200 kundër ajrorëve të tillë Kosova ka bërë më 2024. Po atë vit Kosova ka bërë një marrëveshje edhe me Turqinë për ndërtimin e fabrikës së parë të municioneve të kalibrave të ndryshëm. Maqedonci ka thënë Radios Evropa e Lirë në fund të vitit të kaluar se Kosova në 4 vjet ka shpenzuar mbi 269 milion euro për blerje të armatimit. E për shtunin, çdo moment që ka sfida, ofron edhe mundësi që udhëheqësit e zgjuar duhet t'i shfrytëzojnë në favor të popullit të tyre. Me fjalët e tij, gjërat më të mira ndonjëherë vijnë kur je i vendosur me shpatulla për muri, sepse rrethanat janë të atilla që duhet të dalësh me zgjidhje. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të Ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në faqen tonë në internet, ku nga shtuna mund të lexoni intervistën e plotë me ministrin e mbrojtjes maqedonci. Na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi sërish të premten e ardhshme. Mirëmbëjtje.